Tani, kur arrin prindi dhe i thot fëmis bë çfarë do duash, aty sapo i ka thënë që shko shkatro me durët e tuaja. Laj durët. Po se ky është dhe roli prindit vëlla që të vendosi kufi, disa rregulla, disa gjëra. Në momentin që unë i them djalit tim për shembull, shko ke lirinë e plot bë çfarë dush, aty pastaj unë kam dalë nga roli prindit. Aty s'po e mbaj më që të ruaj ato ekuilibrat. Aty po e lej, tani çfarë do bëj një njeri i ri që s'ka eksperiencë përvoj? Si mund t'ju thuash atij të bëj çfarë duash? Ai do shkojë te mundësia më e madhe në këtë botë që jetojmë sot, të bind gjën edhe ta marrë shembullin e gabuar. Janë edhe këto, se nga nisin këto, i jep një telefon sot prindi, edhe fillon atje dhe merr aty edukimin te telefoni, fillon aty pastaj, shikon ato fotot atje në Instagram, ato që bëjnë ato pushimet e tyre nëpër këto jatet edhe kështu hishujt atje, edhe thot pastaj dhe futen ato idetë e gabuara pastaj. Duhet të arrijë dhe unë këtë që ka kjo vajza këtu që rin kështu. Edhe pastaj shkojnë nëpër palestra, rrumbullojnë trupat kështu që gjin atë që do ja mundsoj këto jatet, këto pushimet. Edhe janë në kërkim, kanë një 4-5 pastaj këto. Do thoshti si i menaxhojnë ku i gjejnë kohën që të mbajnë 4-5 i gjejnë, alla e bëjnë. Ti di thot një mashtrim tjetër, ti di thot një mashtrim tjetër, aty një mashtrim tjetër.